Është zhvilluar këtë të martë provimi i maturës shtetërore për lëndët me zgjedhje. Në bashkitë Korçë e Pusteci janë ngritur 5 qendra provimi, ku janë testuar 802 maturantë. Për mbarvajtjen e procesit janë angazhuar 51 administrator, 21 sekretues dhe 9 përgjegjës kati. Sipas të dhënave nga strukturat arsimore, provimi ka nisur në kohë në orën 10 dhe zgjati 2 orë e 30 minuta dhe u zhvillua normalisht, pa probleme apo incidente. Pas përfundimit të provimit, një pjesë e maturantëve u shprehen se testi ishte i nivelit mesatar. Si provimi i fundit ishte shumë i thjeshtë, të gjithë pothuajse kishim mësuar dhe nuk është se hasëm shumë vështirësi, pasi ishin gjitha gjërat që kishim bërë gjatë vitit shkollor. Ishte fundi më shumë i bukur. Ishin 29 pyetje. Unë personalisht kisha zgjedhur psikologjinë dhe ishin ndarë në 2 pjesë, qytetari dhe psikologji. Qytetaria kishte 10 pyetje me shëllim dhe 5 pyetje nuk e mbaj mend shumë mirë, 6 pyetje me shëllim. Pothuajse ato me shëllim ishin një të së përditshme. Keni vendosur ku do vijoni studimet dhe çfarë dege? Kam dëshirë të studioj për financë në Tiranë ose jashtë shtetit, diçka një nga këto të dyja. Për mendimin tim provimi ishte i nivelit mesatar. Ishte mirë, kishte disa pyetje me logjikë, që do të përdor një logjikën dhe dola mirë. Cilat ishin lëndët me zgjedhje për ju? Sa zgjedhur lëndën e psikologjisë dhe të qytetarisë. Provimi shkoi shumë mirë, mendoj se ishte i nivelit mesatar. Kishte vështirësi, por mendoj se ja dolë mirë. Cilat lëndë kishit zgjedhur? Unë kisha zgjedhur lëndën e psikologjisë. Por në provimet e tjera si keni dalë, si ka qenë në përgjithësi matura shtetërore këtë vit? Po mendoj se të gjitha provimet ishin të nivelit mesatar, ai më i thjeshti ishte i anglishtes dhe mendoj se më i vështiri ishte i matematikës. Provimi ishte i nivelit mesatar dhe shkoi shumë mirë. Cilat lëndë kishit zgjedhur? Psikologjinë dhe qytetarinë. Lëndët me zgjedhje përbëjnë një nga provimet më të rëndësishme të maturës shtetërore, pasi rezultatet e tyre ndikojnë në procesin e pranimit të maturantëve në institucionet e arsimit të lartë. Ndërkohë ky provimi i lëndëve me zgjedhje ishte provimi përmbyllës duke shënuar fundin e procesit të testimit për maturantët e këtij viti.